Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në Ridebate, në kampionatin kombëtar të debatit. Ky është edicioni 9 që organizata Liburnetik zbaton me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë këtë vit edhe me AMSHC. Janë dy donatorët që kanë bërë të mundur realizimin e këtij edicioni të 9. Edhe në këtë edicion të 9 do të kemi skuadra të reja, por edhe ato skuadra që kanë qenë tani dhe kanë bërë histori në kampionatin kombëtar të debatit, sikurse është Ari Fulc, një duar tërkitje për skuadrën. Dhe nga ana tjetër na është rikthyer një nga shkollat e Tiranës, që është Sander Prosi. Kështu që dua një falënderim edhe përmes duar tërkitjes nga anëtarët e skuadrës tjetër. Do të kemi një debat në skuadër, sikurse do dhe formati, por ky debat do të ketë edhe një juri që do të vlerësoj, që është e përbërë nga Milva Ribaj, pjesë e organizatës Liburnetik, juristën profesion, Lingjet Madhi, pjesë e Këshillit Bashkiak, Bashkia Tiranë, dhe Eugena Gjoka, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, së fundmi edhe në një pozicion në Ministrinë e Shëndetësisë. Një duar tërkitje për jurin. Një duar tërkitje edhe për mua, faleminderit. Për ata që nuk më njohin, jam Krishtiku, jam drejtuesi i organizatës Liburnetik, prej 9 vitesh edhe pjesë e formatit të debatit, por edhe shumë projekte të tjera që organizata Liburnetik zbaton, me në fokus të rinë, duke bërë që ju të jeni të përfshirë, ndaj ftesa është e hapur, kushdo që do të jetë pjesë në mënyrë vullnetare apo jo dhe pjesë e projekteve që ne kemi, jeni të lutur të na kontaktoni. E rëndësishme është edhe që të ndiqni në rrjetet sociale në mënyrë që ju të përditësoni me ato çfarë ndodh në kampionat, por edhe në aktivitetet e organizatës. Mirë. Ju e dini temën për cilën do të debatojmë sot. Ja u kemi thjeshtësuar punën këto 2 edicionet e fundit duke ju dhënë një temë të caktuar dhe ajo çfarë vlerësohet pikërisht në këtë fazë është përgatitja. Pra sa ju keni bërë kërkime, sa e keni akumuluar edhe përmirësuar tematikën. Kështu që tema është ekonomia qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare, cili model është më realist në botën moderne. Do ndajmë tani qëndrimet, kështu që do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës Sander Prosi te Globi i Vogël të bëj zgjedhjen e qëndrimit që do të mbani. Ja së ndihmoj unë. E tregojmë nga kamera. Tadam. Kundër do të jetë Sander Prosi, pro do të jetë Ari Fulc. E hapim dhe tjetërën që të jemi sa më transparent. E këtu të gjithë jemi miq, edhe shok. Po. Ja, lexojmë një herë. Ekonomia qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare. Pra ju jeni pro ekonomisë qarkulluese. Po. Qartë. Më vjen mirë që është kuptuar tema. Jo gjithmonë kuptohet. Okej. Nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Mund të lëvizni nëse dëshironi. Keni këto 2 ambientet që kemi krijuar ose njëra skuadër mund të qëndrojë këtu ku është.
ta djalin. Okej. Po. I heqim pak shishet, i ulim poshtë, se ngjajmë. Okej. Mirë, bëhemi gati për të filluar me debatin e parë, debatin e skuadrave. Në këtë përballje që do të kemi 8 antar të cilët do të kenë drejtën e fjalës me 1 minutë maksimalisht për çdo ndërhyrje. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro, Harry Foods, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra Sander Prosit. Sukses të dyja skuadrave. Përshëndetje, quhem Emilia Skënderi dhe përfaqësoj Institutin Harry Foods në temën pro ekonomi qarkulluese si modeli më realist për të ardhmen. Në një kohë kur burimet natyrore po shterojnë dhe kostot e lëndëve të para po arrin stratosferën, ekonomia qarkulluese na zgjidhet si një zgjidhje e sigurt për një të ardhme të qëndrueshme. Ajo bazohet në riciklim dhe në reduktim të mbetjeve, duke e siguruar që bizneset reduktojnë nevojën për materiale të reja, si dhe të ulin çmimet që ndërkohë që mbron edhe mjedisin. Raporti Global Commission on the Economy and Climate të vitit 2018 tregon që implantimi i ekonomisë qarkulluese mund të arrisë vlerën e tregut global me 4.5 trilion dollar prej optimizimit të burimeve që janë ekzistuese në natyrë. Gjithashtu pjesë e rëndësishme e ekonomisë qarkulluese janë dhe burimet e rinovueshme, siç është energjia e diellit, energjia e erës dhe energjia hidro, përdorimit të cilave sipas Rena mund të reduktojnë emetimin e dioksidit të karbonit me 90% deri në vitin 2050. Pra ekonomia qarkulluese nuk është thjesht një opsion, një alternativë ose një zgjidhje. Të zgjedhësh atë do të thotë të zgjedhësh një të ardhmen më të qëndrueshme, më të sigurt. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, unë jam përfaqësuese e shkollës Sander Prosi dhe situata jonë për sa i përket ekonomisë lineare. Atëherë, për sa i përket ekonomisë, jam shumë dakord për sa i përket ekonomisë qarkulluese, që tha që është një ekonomi e cila është më e mirë, ka kosto më të ulët prodhimi, sepse tha që është një ekonomi e cila merret me riciklimin, me mbetjet, por ka një ekonomi e cila kërkon një kosto të lartë prodhimi, nga ajo që tha aty që ka një më të ulët. Pasi përket ekonomisë lineare është ajo lloj ekonomie që është merr prodho hidh. Edhe është më thjesht, edhe më ulët. Ka një kosto më të ulët prodhimi. Gjithashtu është një ekonomi më e përdorur në botën industriale, pasi kemi parë që shumica e vendeve e përdorin më shumë këtë lloj ekonomie, për shkak të kostos që ka, për sa i përket dhe rritjes së shpejtë ekonomike, pasi shumica e vendeve që janë në zhvillim interesohen më shumë për sa i përket rritjes ekonomike, dhe rritja ekonomike sjell domethënë dhe mirëqenien e njerëzve, pra botës së tyre. Gjithashtu është ka një interes më të lartë në prodhimin ekonomik, gjithashtu bën një rritje më të shpejtë ekonomike, dhe pse ndotja e mjedisit është aktuale, por është më e rëndësishme për sa i përket zhvillimit ekonomik. Përshëndetje, quhem Eni Marku. Dëgjova me vëmendje argumentet tuaj dhe duhet të ndalosh atë një pikë. Është vërtet që ekonomia lineare rrit përfitime duke ulur kostot e prodhimit, mirë po këtë e bën edhe duke ja faturuar kostot e mbetjeve institucioneve dhe vetë qytetarëve. Mirë po kjo nuk është puna tek ekonomia qarkulluese, e cila sipas parimit përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit i detyron korporatat të projektojnë produkte të cilat mund të riparojnë dhe të riciklohen lehtë. Pra, duke nxitur kështu inovacionin e gjelbër dhe duke krijuar vlera afatgjatë në mjedis dhe në ekonomi. Sipas Eurostat, vetëm 100 kompani janë përgjegjëse për 71% e emetimeve globale. Dhe kalimi nga ekonomi lineare në ekonomi qarkulluese ul të emetime dhe sipas parashikimeve të BE-s rrit GDP-n e Europës me 0.5% deri në vitin 2030. Pra ne mund të themi që inovacioni vërtet është ai që mbron mjedisin duke shtyrë përpara ekonominë. Faleminderit. Po, jam Kedi Sallaku dhe reprezentoj shkollën Sander Prosi. Edhe pse ndëgjova argumentat, kemi një gjë që shumica vendeve që mund të jenë në Afrikë edhe vetë në Ballkan, janë vendeve që janë ende në zhvillim dhe kanë nevojë më të rëndësishme, edhe pse ndodhet mjedis është një faktor i rëndësishëm, kemi gjë më të si infrastruktura, zhvillimi i turizmit dhe zhvillimi i ekonomisë në përgjithësi. Dhe pra do ishte më e rëndësishme që të shfrytëzoj ekonomia lineare për përmirësimin e ekonomisë që do të çonte edhe në miqin e qytetarëve. Shqipëria si vend është një vend i vogël dhe nuk edhe ka një popullsi të vogël dhe pra bi që nuk do ketë edhe aq shumë ndotje, sepse ne nuk kemi një vend i madh, kështu që do ishte më e mirë që të fokusoheshim tek ekonomia dhe mirëqenia e njerëzve. Edhe sepse jo çdo ekonomi është ekonomia e Amerikës ose e Kinës që janë superfuqi ekonomike.
Përshëndetje, unë jam Nikolasi dhe më lejo ta filloj duke të pyetur për atë që the, për zhvillimin e vendit. Si është mënyra më e mirë për zhvilluar vendin? Ta them unë, ajo është për të hapur vende të reja pune dhe ky është një nga aspektet që bën ekonominë qarkulluese gjithnjë më reale dhe të zbatueshme. Potenciali i saj për të krijuar vende të reja pune. Në vend që të shkatroj industri, siç ndodh shpesh me inovacionet, ekonomia qarkulluese gjeneron sektor të rinj, siç është riparim, riciklim, ripërdorimi i mbetjeve dhe dizenjim qëndrueshëm. Një raport i International Labour Organization në vitin 2022 tregon se kalimi global drejt një sistemi të qëndrueshëm pritet që të krijojë 24 milion vende të reja pune deri në vitin 2030. Dhe këtu kemi dhe shembuj konkret, siç është dhe Bashkimi Evropian, ku, sipas Eurostat, vetëm në sektorin e riciklimit, vitet e fundit janë punësuar 3.7 milion punonjës të rinj, që është një rritje me 30% në 10 vjeçarin e fundit. Faleminderit. Përshëndetje, jam Aurelio, Sander Prosi. Për sa i përket që sapo tha djali më parë, unë mendoj se ekonomia qarkulluese ka ato favoret e veta, por linearja është më e shpejtë dhe më e mekanizuar, që do të thotë që kursen kohë dhe kursen para. Megjithatë, inovacionet që ju sapo përmendet ka një kosto shumë të lartë për sa i përket ekonomisë që mund të dëmtojë shumë. Gjithashtu, por edhe mund të shpenzoj shumë kohë për të krijuar gjithë ato që sapo përmendet. Për mendimin tim edhe për leverdin e ekonomisë është më e shpejtë dhe lineare, është më e shpejtë dhe ka leverdi për të përdorur sepse industritë nxjerrin produkte në kohë rekord dhe kjo është një plus i madh për ekonominë globale dhe për ekonominë e një vendi që është në zhvillim. Faleminderit. Përshëndetje Aurelio, unë quhem Vanessa Daci dhe në fakt doja t'ju pyesja çfarë kostosh ekonomike sjell ekonomia qarkulluese kur në fakt adaptimi i saj sjell jo vetëm një rënje të thellë të numrit të importeve, por kurse kështu edhe burime ekonomike dhe ul nevojën për materiale të importuara. Më lejoni t'ju marr një shembull, Hollandën, e cila 2 viteve të fundit pati një rënje të ndjeshme me rreth 46% të numrit të importeve të saj, një studim nga Circularity Gap Report, që ndodhi vetëm pasi vuri në zbatim politikat e ekonomisë qarkulluese. Edhe në jetën praktike, po të marrim si shembull një shishe xhami e cila prodhohet në vendin ton, është akoma dhe më e qarkullueshme që mund të përdoret disa herë sesa një shishe plastike e importuar nga jashtë dhe që përdoret vetëm një herë. Dhe kjo na bën të themi se ekonomia qarkulluese nuk është një ideal teorik. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Frida Bloku dhe përfaqësoj shkollën Sander Prosi. Atëherë, dëgjova argumentin tënd me vëmendje dhe mendoj se për sa i përket ekonomisë tonë, që është ekonomia lineare, ne i thamë që ka një favor më të shumtë ekonomik, pasi ka një kosto më të ulët, dhe kjo për shembull vendin tonë do ndihmoj shumë, sepse vendi jonë dihet që nuk ka një zhvillim shumë të lartë ekonomik, edhe ka më pak banor. Pra do të sjellë që vendi jonë do ketë më favor të përdorë ekonominë lineare, më falni, dhe gjithashtu dim që ekonomia lineare përfshin 90% të ekonomisë globale, gjë që nuk është pak për të përdorur nga të gjithë vendi. Gjithashtu ekonomia jonë ka, e thamë që është më e shpejtë dhe më e favorshme. Ka sistemin merr prodho hit, që është një gjë shumë e shpejtë, dhe gjithashtu ekonomia jonë është më e përdorura dhe ka shumë interes që të përdoret ose nëpërmjet zhvillimit të saj ekonomik ka më shumë interes të përdoret nga vendi jonë. Faleminderit. Përshëndetje, jam Deaktona dhe mbaj qëndrimin pro temës. E dëgjova me vëmendje që përmendet shpesh herë shpejtësinë dhe zhvillimin ekonomik që sjell ekonomia lineare, por në ekonomi dhe në shumë fusha të tjera të jetës është e rëndësishme që të mos mendosh në një kohë afatshkurtër dhe si të jesh sa më i shpejt, por të mendosh long term. Në këtë pikë, ekonomia qarkulluese krijon barazi në treg dhe mbron këtë ekonomi nga monopolet që janë një rrezik i madh për të, ndërsa ajo lineare i favorizon këto të fundit, sepse korporatat e mëdha dominojnë aktualisht tregun, duke nxjerrë produkte me gjatësi të shkurtër dhe detyruar konsumatorin të blejë vazhdimisht. Ky model u jep atyre fuqi të madhe tregtare dhe i pengon bizneset e vogla që të hyjnë në treg dhe të
konkurrojnë. Ekonomia qarkulluese nga ana tjetër do t'i detyronte korporatat që t'i rishikonin strategjitë e tyre, duke u fokusuar më shumë te qëndrueshmëria dhe i lejuar bizneset e tjera që të inovojnë. Sipas Accenture, deri në vitin 2030, ekonomia qarkulluese do të arrisë vlerën globale të tregut, por jo vetëm, do të sjellë diversitet biznesesh dhe do të ulë fuqinë e monopoleve në treg. Aktualisht, firma të pavarura siç janë Fairphone dhe Loop po sfidojnë gjigantët e industrisë. Pra mund të kemi një ekonomi më të hapur. Faleminderit. Atëherë, jam unë përsëri Arisa, do të ndalesha pak te pika që thatë kompanitë e mëdha kanë një favor, kompanitë e vogla kanë një favor kundër kompanive të mëdha, ndërkohë te ekonomia e qëndrueshme kemi parë që kompanitë e mëdha si Apple dhe IKEA kanë një favor më të madh, pasi ato që bazohen në pjesën e riciklimit të mbetjeve dhe riciklimit të ndotjeve, ndërkohë që kompanitë e vogla, nga fakti që nuk kanë rritje të madhe ekonomike, jemi parë që nuk kanë një shtysë më të madhe për sa i përket riciklimit dhe mbetjeve dhe nuk futen domethënë në pjesën e kompanive ose korporatave që mund të hyjnë më lirë në treg. Prandaj kompania lineare është ajo pjesë kompanie që ndihmon këto kompani ose korporatat e vogla të futen në treg. Pasi që kompani që nuk ka kosto, pra merr prodhon hi, siç e përmendën edhe më lart, është ajo që përndon këto kompanitë e vogla ose korporatat e vogla të futen më lirë në treg. Pasi ato nuk do kenë kosto më të lartë, dhe gjithashtu është futen më lirë në ekonominë globale. Përshëndetje, unë jam Heli Toci dhe ju dëgjova me vëmendje, por dua të them që në një ekonomi lineare kërkohet kosto për të prodhuar materialet, për të prodhuar produkte të reja. Kurse në ekonominë qarkulluese ne shumë thjesht mund të zbatojmë një proces i cili është optimizimi i teknologjisë aktuale. Pra, pa ndërhyrë në infrastrukturën që ne kemi, por duke bërë thjesht optimizime të vogla kompjuterike. Në një kohë ku teknologjia po zhvillohet gjithnjë më shumë, kjo gjë është më se thjesht. Dhe këtë e provoj me fakte. Sipas Uptime Technology Studies në vitin 2023, theksohet se data centers, por jo vetëm, në mbar botën kanë arritur që falë këtij procesi të arrin një ulje të kostos energjetike prej 40%, që do të thotë ne po kursejmë resurset aktuale pa ndryshuar praktikisht asgjë. Dhe kjo nuk është se vetëm kursen resurset, por gjithashtu në të njëjtën kohë ul koston operative të këtyre data centers, duke treguar që ekonomia qarkulluese në të vërtetë është aktuale. Faleminderit. Po dëgjova shumë mirë argumentit tanë, por tani është një gjë e rëndësishme këtu që ekonomia qarkulluese ka shumë kosto, që shumë vende nuk mund t'i përballojnë dot. Dhe ato mund të jenë në rrugën e përmirësimit të ekonomisë, por kjo pasaj të çon në rënje më tepër të ekonomisë. Një gjë tjetër është që efektet e ekonomisë qarkulluese nuk janë të menjëhershme, do kohë që ato të futen në efekt. Sigurisht ajo kërkon edhe shumë fonde, dhe vendet e varfër nuk i kanë këto fonde, këto burime që të investojnë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Briana Marku dhe më linë në fakt ju them për kostot. Ju sapo folët për kostot dhe për fondet, por në fakt ne kemi harruar të përmendim një pikë shumë kyçe tek pjesën e kursimit të fondeve, energjia. Ne dimë që riciklimi është një nga pikat kyçe të ekonomisë qarkulluese, por riciklimi bën të mundur kursimin shumë të madh të energjisë. Procesi i përpunimit të materialeve të reja është nxjerrja e burimeve, transporti, ndarja dhe përpunimi industrial i këtyre materialeve. Por këto procese kërkojnë shumë energji. Dhe sipas European Energy Agency në 2023 në disa industri, riciklimi kursen më shumë energji krahasuar me prodhimin e materialeve të reja. Pra, le të marrim disa shembuj. Riciklimi i aluminit kursen deri në 95% e energjisë. Riciklimi i çelikut kursen deri në 80% e energjisë dhe riciklimi i letrës kursen deri në 65% e energjisë. Pra, ekonomia qarkulluese është modeli më eficient dhe më realist në botën moderne, sidomos krahasuar me kostot. Faleminderit. Atëherë, përsëri Aurelio. Si që përmendet ju jeni te riciklimi, mirë po, për të përdorur riciklimin, kërkon kostot e veta dhe fondet e veta, duke përfshirë për shembull krijimin e incineratorëve ose vendet për të ricikluar, që ka kostot e tyre. Dhe vendet e vogla ose vendet e varfra nuk mund të përballojnë këto për të krijuar. Gjithashtu, siç i thonë një riciklimi, mund të marrim një shembull konkret ku një produkt i ricikluar dhe një produkt i ri nuk ka një gjatësinë e njëjtë për sa i përket
kostos, për shembull, jetësia mund të jetë të ricikluar, mund të jetë shumë e shkurtër dhe kjo mund të dëmtojë dhe të qonë që të blesh të produkt të ri. Pra, pavarësisht riciklimit ty do të shkosh te e reja. Kjo është. Dhe besoj që për riciklimet vetëm vendet e mëdha kryen këto riciklime që bëjnë incineratore dhe krijojnë shumë vende të mëdha, vend grumbullime për të kryer këto riciklime, ndërsa vendet e vogla kërkojnë kosto. Atëherë, përshëndetje, unë jam Mirsa Nakuçi dhe përfaqësoj Institutin e Harry Fultz. E dëgjova me vëmendje argumentin tënd Aurelio, por edhe ekonomia lineare kërkon krijimin e fabrikave dhe uzinave për materiale të tjera. Pra, të dyja këto ekonomi kanë nevojë për investime. Gjithashtu, 90% e burimeve natyrore përdoren vetëm një herë dhe më pas kthehen në mbetje. Ekonomia qarkulluese është një zgjedhje e domosdoshme për zhvillimin e qëndrueshëm. Ajo synon ripërdorimin dhe riciklimin e materialeve duke reduktuar mbetjet dhe konsumin e burimeve. Sipas Komisionit Evropian, ekonomia qarkulluese mund të ulë emitimet e karbonit deri në 45% deri në vitin 2050. Gjithashtu, Agjencia Botërore e Mjedisit vlerëson se zbatimi i kësaj ekonomie mund të kursejë deri në 600 miliardë euro në vit për ekonominë e BE-s. Pra, këtu kuptojmë se ekonomia qarkulluese nuk është vetëm një trend i përkohshëm, por është një nevojë për mbrojtjen e mjedisit dhe për reduktimin e mbetjeve, gjithashtu për zhvillimin e një ekonomie më efikase dhe të qëndrueshme. Faleminderit. Atëherë dëgjova më mendje për sa i përket pjesës që përmendet edhe Bashkimi Evropian ose BE-n për sa i përket fondeve që mund të japin vendeve, përmendi shoqja ose le të themi më parë që tha vendet e ulta mund të marrin fonde nga Bashkimi Evropian për sa i përket riciklimit. Po, mund të marrin fonde nga Bashkimi Evropian për sa i përket riciklimit, por dimë që kemi korrupsionin në mes të vendeve më të ulta, pra fondet që ato mund të marrin për sa i përket riciklimit mund të përdoren se mund të kish përdorur për sa i përket vendeve të ulta dhe në mund të futen pjesërisht në pjesën e riciklimit. Dhe kemi parë domethënë që shumica e vendeve gjithashtu dhe Shqipëria është e prirur për sa i përket korrupsionit ose marrjes së fondeve dhe mos përdorimit të tyre. Dhe dimë që shumica e vendeve mund të ndikojnë nga kjo gjë. Dhe prandaj themi që ekonomia lineare është më e favorshme, pasi është ajo ekonomia e cila nuk mund të kemi një pjesë për sa i përket korrupsionit, që është ose për sa i përket marrjes së tenderave dhe kish përdorimit të tyre. Mirë, faleminderit të dyja skuadrave për këtë debat të parë. Mendoj se kemi dalë me sukses, edhe pse skuadra tjetër ka 5 anëtar, por kjo ka treguar që ju jeni përgatitur për sa i takon temës dhe keni bërë një performancë të mirë. Do vijojmë tani me debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Rianën dhe Erisën. Briana. Okay? Dhe Erisën nga Sander Prosi. Do të keni 7 minuta kohë edhe në këtë debat. Ajo çfarë ne sugjerojmë është që grupi të jetë sa më bashkëpunues për të mbështetur liderin e skuadrës, në mënyrë që të ketë sa më shumë argumenta për të trajtuar sa më shumë të dhëna statistika, kështu që përmes atyre letrave që ne ju kemi vënë në dispozicion, ju mund t'i kaloni liderit çfarë do lloj informacioni të nevojshëm. Do të përzgjedhim temën. Temat spontane për cilat ju nuk keni pasur informacion, por që gjithsesi janë aq aktuale, po aq edhe të lidhura me temat e paketave kërkimore që ju e keni përgatitur. Pra një informacion bazë ju e keni, por kjo edhe sa i takon informacionit në përditshmërinë që ju konsumoni përmes rrjeteve sociale apo edhe në qoftë se jeni lexues të mirë të librit apo edhe të librave shkollor. Temën e përzgjedh Juria, kemi ndryshuar format, këto janë zarfat. Kush do të zgjedhë tani? Eugena. Të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Pra tema do të jetë të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. A është realizuar apo jo? Të e zbulojmë përmes qëndrimit që do të mbajnë dy liderët e skuadrave, kështu që do të përzihet tani liderja e skuadrës Harry Fultz, qëndrimin. E tregojmë nga kamera. Pro, përsëri pro.
kundër do të jetë skuadra e Sander Prosit, në rastin konkret Erisa, e cila do të mbrojë temën për sa i përket pushtetit që kanë politikanët në demokracinë tonë. Flasim gjithmonë për realitetin tonë, por pa dyshim edhe shembujt e vendeve të tjera ndikojnë në vlerësim. 7 minuta kohë përgatitore.
Këtë përballje do të kemi Brianën dhe Erisën. Përsa i takon temës, të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Qëndrimet janë kundër përsa i përket skuadrës Sander Prosit, pro për Harry Fultz. Sukseset dyjave. Na tregoni që debati është këtu. Përshëndetje, unë jam Briana Marku, vi nga Instituti Harry Fultz dhe ne sot këtu jemi për të folur pro temës. Të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Më lër ta filloj duke marrë si shembull vetë shtetin tonë. Në Shqipëri ne funksionojmë me anë të Republikës Parlamentare, ku njerëzit kanë vota dhe zgjedhin deputetët. Por, në fakt, deputetët më pas bëhen politikanë dhe kanë në pushtet gjithçka. Politikanët në shtetin tonë vendosin ligje, marrin vendime, zgjedhin parlamenti, zgjedh presidentin, ministrat e tjerë. Dhe në fakt i vetmi person i cili ka pushtetin për të ndryshuar kushtetutën, kush është presidenti, kush e zgjedh presidentin, politikanët. Pra në fakt njerëzit nuk kanë pushtet në demokraci, e kanë politikanët. Faleminderit. Atëherë, unë jam Erisa Mane, siç dihet tashmë, vi nga shkolla Sander Prosi dhe atëherë le të vazhdojmë te politikanët. Politikanët janë njerëz që njihen për pushtet, ose le të themi janë ato njerëz që njihen nga popullsia ose mbahen në mërmorin e tyre për sa i përket pushtetit, absolute të themi. Kohët e fundit kemi parë një lloj ideje që është rrëzuar poshtë. Shumë politikanë janë rrëzuar dhe janë poshtur nga kjo ide, pasi kjo është bota demokratike. Ndërsa për sa i përket çështjes që prekët ju që thatë e vetmi që ka pushtetin në dorë është presidenti dhe zgjidhet presidenti zgjidhet nga për sa i përket politikanëve, është gabim. Pasi në shumë vende që janë me presidenti si për shembull SBA-ja zgjidhet nga vetë popullsia. Pra është njerëzit ato që cilët e zgjedhin presidentin. Pra është vota e tyre, janë njerëzit ato të cilët kanë të drejtën në dorë të pushtetit të plotë, të cilët të zgjedhin presidentin. Dhe për sa i përket vendit tonë, ne jemi një republikë parlamentare. Pra është parlamenti dhe parlamenti përfaqëson zërin ton, zërin e popullit. Dhe jemi ne ato që kemi pushtetin për sa i përket ides ose le të themi mendimeve tona dhe për sa i përket ligjeve që ne mund të japim, ndërsa politikanët janë ato të cilat e përfaqësojnë këtë lloj ideje në parlament ose e hedhin në shqyrtim, i cili është referendumi. Referendumi është ajo pjesë ku idetë tona ose le të themi idetë e politikanëve hidhen në shqyrtim, me pjesën pro ose kundër. Dhe politikanët ose le të themi deputetët janë përfaqësuesit ton, përfaqësues që ne vetë kemi zgjedhur dhe janë ato që le të themi japin zërin ton në parlament. Faleminderit. Atëherë, po, keni të drejtë që në SBA zgjidet presidenti, por në fakt unë doja të sqaroj që po flisja për Shqipërinë, për vendin tonë i cili është një republikë parlamentare dhe presidenti zgjidet nga politikanët. Gjithashtu më lër të pyes në fakt, cili politikan është rrëzuar poshtë? Së fundmi, në Shqipëri ka ndodhur shumë protesta, madje ne në Tiranë kemi pasur këto javët e fundit protesta pothuajse çdo javë, ku protestat kanë arritur në kushte shumë të rënda, ka pasur zjarre, gaz lotësiellës, madje edhe unë kam pasur frikë të dal nga shtëpia ato ditë në rastin se mund të rastis proteste dhe ndoshta nuk i dihet se çfarë mund të ndodh. Por në fakt janë bërë të gjithë këto protesta, njerëzit kanë ardhur, kanë luftuar, kanë ngritur zërin, por ne nuk po shikojmë asnjë ndryshim. Më lër të them që Franca gjithashtu bëri një protestë, dogji rrugët, pati problematika tepër të mëdha, njerëzit dolën dhe folën, ngritën zërin, por nuk pati asnjë lloj ndryshimi nga ana e politikanëve. Ata nuk i morën fare parasysh mendimet e njerëzve, vazhduan me atë rrugë që po vazhdonin dhe nuk ndryshuan asgjë, as në politikë, as në kushtetutë. Pra, zëri i personave në fakt nuk u dëgjua mjaftueshëm. Faleminderit. Atëherë për sa përket zërit të njerëzve, për ju përket mendot Francën, do të përmend një shtet tjetër që është Anglia. Edhe temi është një çështje që na preku të gjithë ne shqiptarëve, ku një ministre e jashtme foli për Shqipërinë dhe shqiptarët që quhej kriminal. Dhe në çastin që populli shqiptar ose le të themi emigrantët shqiptarë në atë vend u ngritën dhe dolën në protestë, kemi parë që ata ndërheqën. Pra kjo do të thotë që zëri jon u dëgjua. Dhe populli shqiptar ishte ai që le të themi dha vendin e tij, dha mendimin e tij për sa përket kësaj çështje, ku ne ato mposhtën idenë që ne jemi kriminal. Dhe ajo u drëzua nga vetë dhe shumica e politikanëve kritikuan, dhe ajo dha ndërheqje. Kjo është një shembull konkret që zëri jon na dëgjohet. Atëherë, më lër një shembull tjetër
Franca. Jo Franca, më falë, protestën në 2023 në Shqipëri mbi naftën për uljet e çmimeve. Njerëzit ngritën zërin, politikanët thanë ne ju dëgjuam, i ulën çmimet, por çfarë ndodhi? Pas një kohe shumë të shkurtër, çmimet u ngritën akoma dhe më shumë. Gjithashtu, një protestë e cila u bë në Serbi më datën 1 nëntor në vitin 2024 mbi aksidentet e shumta hekurudhore. Njerëzit kanë vdekur, trenat kanë pasur problematika, kanë ndodhur shumë aksidente dhe njerëzit ngritën zërin. Thanë ju lutem rregullojini sistemet hekurudhore. Çfarë bëri Serbia, çfarë bërën politikanët? Asgjë. Ata nuk e dëgjuan zërin e popullit, nuk ndryshuan asgjë, sistemi vazhdoi ashtu dhe aksidentet vazhdojnë të ndodhin sot e kësaj dite. Gjithashtu më lër të përmend një shembull tjetër mbi SBA-n. Trumpi është president, ai ka 4 vite presidencë dhe ai ka imunitet të plot. Ai nuk mund të hidhet në gjyq, nuk mund të ketë probleme, nuk mund të shkarkohet nga detyra sepse ai është president. Pra çfarë lloj gjëje që mund të ketë ndodhur, ai gjatë 4 viteve që është president, nuk mund t'i thotë askush asgjë. Ai ka imunitet të plot. Çfarë ndodh pas këtyre 4 viteve s'ka rëndësi. Ai ka imunitet të plot si president. Pra politikanët kanë me të vërtet pushtet. Faleminderit. Atëherë për sa i përket Trumpit që ta ka imunitet të plot si pushtet, nuk e ka. Pasi kemi shumë institucione të cilat rrezojnë këtë gjë. Le të themi edhe në vendin tonë, të cilat është mbajtur që le të themi kryeministri jon ka imunitet të plot dhe nuk mund të rrezohet, ose kryeministra të tjerë me radhë, politikan, deputet, president etj. Kemi parë një rast konkret që është presidenti Ilir Meta, i cili le të themi që është mbajtur si president me imunitet të plot në vendin tonë, dhe kështu është mbajtur nga idea e shumë njerëzve, për le të themi që ai u bë rrezimi i fundit, kohët e fundit nga institucioni SPAK. Le të themi institucioni SPAK është ai që po ngre zërin për sa i përket imunitetit dhe shkeljes së të drejtave të njerëzve, ose le të themi korrupsionit dhe më tej. Po kemi dhe dua të përmenda edhe diçka për sa i përket Francës, që përmendet më lart. Franca është ai lloj vendi ku pak më parë një nxënës, ose le të themi një bashkëmoshatar jon, u dënua, le të themi u vra dhe u pam që gjithë moshatarët tanë u ngritën në protestë në Francë, bën protesta masive, bën dogjën, ngritën zërin në çfarëdo lloj forme dhe u pa që vendimi i tyre u mor parasysh. Ideja e tyre u mor parasysh dhe u vu në zbatim. Ato vun të drejtën e tyre në vend, pavarësisht se Franca bëhet një politikë shumë e rrept dhe e qartë, mendimi i tyre u mor bat. Faleminderit, më lër të them se për SPAK-un ndoshta mund të jetë ndëshkuar personi, por fenomeni vazhdon, korrupsioni vazhdon dhe njerëzit ndoshta ato po fusin në bukë një person. Po ato 5 politikanë të tjerë akoma vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë. Gjithashtu, më lër të përmend pak se shumë njerëz thonë që kemi partitë e vogla, pra një person mund të shkojë, mund të dalë në politikë, mund të dalë si deputet, mund të marrë pjesë me një parti të vogël dhe mund ta kryejë edhe vetë. Por në fakt partitë e vogla nuk merren përballë pa pasur mbështetjen e politikanëve ose të partive të mëdha. Ne mund të kemi shumë parti të vogla, por askush nuk i voton ato. Të vetmet partitë vogla që mund të merren parasysh janë ato që janë të ndërtuara nga politikanë ose nga deputet që kanë qenë më përpara në parti të mëdha, si PD-ja, PS-ja, gjitha këto. Pra, partitë e vogla nuk merren parasysh nga njerëzit pa pasur fondet dhe mbështetjen e duhur. Askush nuk i njeh dhe askush nuk i voton ato. Gjithashtu, politikanët kontrollojnë mediat televizive, shumë media televizive janë të zotruara dhe kanë pronar politikanë, pra ata kontrollojnë vetë mediat. Gjithashtu, ne mund të marrim dhe shembullin e Izraelit, ku influencerat dhe media televizive kanë dalë dhe duan të hedhin në gjyq qeverinë e Izraelit, kjo sepse thonë që qeveria i ka paguar për të dalë dhe për të folur pro, dhe më pas nuk i ka paguar lekë, kështu që tani ata duan ta hedhin atë qeverinë në gjyq. Faleminderit. Atëherë do të ndalesha pak të pjesa që thatë për sa i përket mediave. Jo, unë jam shumë kundër. Mediat janë zëri më i fortë i popullit. E kemi parë në çdo lloj vendi, në çdo lloj, kjo do thotë demokraci. Media është ajo që e cila ngret zërin e popullit. Kemi parë në shumë media, sidomos në televizionet tona, të cilat e japin zërin e popullit, e pasqyrojnë atë. E pasqyrojnë atë që ndoshta ne nuk e dinim. E pasqyrojnë për sa i përket të gjitha gjërave. Jetë japim shembullin e politikanes ton Belinda Balluku. Ndoshta në media ne morën vesh për sa i përket tenderave që ajo kishte vjedhur, për sa i përket apartamenteve që ajo kishte, ishte media ajo që e nxorri në pa dhe nuk e fshehu. Qose do ishte media ajo që do e fshehte, nuk do e thonte, sepse Belinda Balluku është pjesë e PS-s. La të themi që është ajo që po thonit ju që është politik që nuk preket. Megjithëse kjo nuk do prekej, atëherë nuk do ishte nxirrur në pa për sa i përket shkeljeve që ajo do bënte. Dhe ka diçka që thatë televizioni
në Izrael mbështet politikanët, që se do i mbështeste politikanët, ai nuk do e nxirrte në fund për çdo lloj paqartësi, për çdo lloj shkelje që ato kanë bërë. Ai e nxorri, i tha dhe i hapi syt popullit. Ja ku mbaroi dhe debati. Shumë faleminderit dy vajzave. Është momenti që juria të bëj diskutimet edhe vlerësime dhe pas pak do mësojmë edhe rezultatin. Kështu që ju ftoj të dilni jashtë.
parë të debateve, jemi në fazën rajonale, pra jemi duke zhvilluar, kemi nisur më sakt debatet me Tiranën dhe do të vazhdojmë pastaj për qytetet e tjera përgjatë gjithë muajit, për të zbuluar se cilët do të jenë skuadrat që do të grumbullojnë më së shumti pikë për të qenë tek 16 skuadrat më të mirat, i quajmë ne ndryshe, ose ato që kanë arritur të grumbullojnë më shumë pikë. Kështu që në këtë moment nuk e dim të ardhmen tonë, por mund të bëjmë parashikime që ndonjëherë dhe nuk qëndrojnë, sepse del krejtësisht e ndryshme. Dhe këtë ka treguar rezultati i 9 viteve që ne bëjmë re-debate. Kështu që pasi Juria t'japi ato komentet e veta apo sugjerimet apo edhe këshillat që në të ardhmen të jeni edhe më mirë edhe ti dëgjoni, se kjo është shumë e rëndësishme, pak vëmendje. Do të zbulojmë edhe pikët, ato që na interesojnë më shumë apo jo. Mirë. Eugena? Përshëndetje. Fillimisht do ju falenderoj dhe do ju përgëzoj për debatin që na dhuruat. Sigurisht nuk është një debat në kushte të barabarta, ne e thamë që në fillim dhe për këtë arsye ju jeni koshient për mungesën e pikëve dhe ndoshta kjo do të ndikojë më pas edhe në diferencë, por gjithsesi unë do merrem konkretisht më shumë me debatin. Kam dy le të themi më shumë ndoshta se sa kritika janë dy këshilla. Do ju sugjeroja gjimnazit Sander Prosi një nevojë që të punoj më shumë me kontrollin e emocioneve, pra në debat nuk duhet ta lejoj asnjëherë veten që të bie pre e këtij kurthi të debatuarit dhe të mbytet nga emocionet, të mos thoj fjalit deri në fund ose mos t'i shtjelloj argumentet ashtu siç duhet. Do ju sugjeroja që të përdorni një gjuhë pak më koncize në lidhje me temën që ju ofrohet. Sigurisht elementet e tjerë pastaj ishin të mirë menaxhuar përgjatë gjithë debatit. Për sa i përket Harry Fools, do ju sugjeroja një këshill që është e domosdoshme, duke qenë se jeni në debatin tuaj të parë dhe kam përshtypje që synimi të dy shkollave duhet të jetë që të shkoni sa më shumë në këtë format. Do ju sugjeroja që të keni pak të riktheni edhe një herë dëgjimin. Unë vura re që gjatë gjithë kohës që skuadra përballë përgatiste fjalimin e saj ose kolegët mbanin fjalimet respektive, ju ishit në komunikim dhe vura re kryesisht dy debatues që ishin gjatë gjithë kohës në komunikim. Ju lutem, është shumë e rëndësishme që ju ta respektoni, sepse është një nga pikat këtu, respektimi i formatit, që ju ta dëgjoni kur tjetri flet dhe të mos ndërhyni. Është shumë e rëndësishme. Për pjesën tjetër kam përshtypje që ishte e menaxhuar siç duhet, ju përgëzoj edhe një herë të dyja shkollave. Keni parasysh për ne është shumë e rëndësishme dhe kjo është edhe arsyeja e gjatësisë së projektit, është shumë e rëndësishme çfarë ju merrni nga programi, se sa pikët që ne ju vlerësojmë këtu. Sigurisht në bazë të rregullores ne do ju japim disa pikë, por për ne është shumë e rëndësishme që këtë eksperiencën ta përvetësoni në mënyrë që në të ardhmen dhe të nesërmen të jeni debatues real, debatues konkret. Ju uroj shumë suksese. Përshëndetje. Në radhë të parë ju përgëzoj të dyja skuadrave për përgatitjen. Siç e tha edhe kolegja, gjithsesi njëra nga skuadrat kishte mungesa, por unë mendoj se ishte gjithsesi një paraqitje dinjitoze duke marrë parasysh edhe mungesat që kishit. Dhe bravo ju qoftë që e vazhduat debatin. Për sa i përket të dyja debateve, e sollët në mënyrë shumë të mirë, por mendoj se te debati i parë kishte pak më shumë grind, ndoshta edhe për faktin që është debat në skuadër dhe gjithashtu keni mundësi që të bashkëpunoni me njëri tjetrin. Mua më pëlqen fakti që kur i sillni shembuj konkret edhe të gjitha statistikat apo shifrat janë të mbështetura, do të thënë mbështetin në mënyrë direkte argumentat tuaja. Do të thënë duhet të ketë gjithmonë një lidhje logjike midis argumentit që ju parashtroni dhe gjithashtu shembujve konkret që ju sillni. Për këtë pjesë nuk kemi çfarë të themi sepse jeni gjithmonë shumë të përgatitur. Pastaj për sa i përket gjithsesi nuk është se janë kritika, më tepër janë gjithmonë këshilla nga ana jonë, të jeni më shumë të vëmendshëm si ndaj njëri tjetrit në punën në skuadër, por gjithashtu edhe në lidhje me kundërshtarin, kur dikush
flet apo është duke parashtruar një argument, të jeni më të vëmendshëm që edhe ju vetë mos të nxitojeni të jepni atë kundër përgjigjen, por të jepni një përgjigje më të argumentuar edhe që të jetë direkte për argumentin që ka sjell kolegu juaj përballë, domethënë. Kjo është ideja. Pastaj për pjesën tjetër këto janë gjëra të vogla. Në përgjithësi ne jemi shumë të kënaqur sepse është debati i parë, absolutisht, janë edhe emocionet në mes. Shpresojmë që në vazhdim të përmirësoheni, sepse ju vetë përmirësoheni duke parë qoftë veten tuaj apo qoftë edhe kundërshtarët, dhe ne presim gjithmonë më mirë nga ju. Shumë faleminderit, suksese të dy. Mirë, unë do jap pikët, kështu që për shkollën Sander Prosi, bashkë me penalitetin të përfshirë brenda, pikët finale janë 170 pikë. Për Institutin Harry Fulls, pikët finale janë 241 pikë. Shumë urime dhe sukses. Okej. Mirë, faleminderit që ishit pjesë e Ridebate. Faleminderit që çdo vit i bashkojeni këtij formati dhe keni dëshirë të përmirësoheni, sikurse e ka treguar edhe koha. Kemi skuadra që vinë për herë të parë, kemi skuadra që rikthehen, kemi skuadra që kanë një farë eksperiencë dhe njohin mirë formatin, por kjo nuk do të thotë që nuk bëjnë debat të mirë asnjë rast tjetër. Kështu që jemi të gjithë shok dhe miq, ndaj unë ju uroj që t'ju shoh në fazat e tjera dhe padyshim ajo që uroj më shumë është që ju, ashtu sikur se tha dhe Eugena, të jeni debatues të mirë të situatave reale që keni në përditshmëri se sa ajo çfarë tregoni këtu. Këtu jemi në një garë, por mbi të gjitha ne duam që ju të mësoni qytetari dhe të keni vullnet mirë për njëri tjetrin. Faleminderit.